Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, mirësit, bekimet e Zotit qofshin mbi ju. Lu Zotin që t'jeni mirë të gjithë. Elhamdulillah, sot pra jemi në ditën e 13 apo 12, sa jemi sot? E 12. Sot jemi në ditën e 12 të Ramazanit. Asistenti sot që ka shumë në koherencë. Pra, elhamdulillah, jemi në ditën e 12 të Ramazanit dhe jemi në ditën e 12 të muajit mars 2025. Zotin e lusë që të na i pranoj veprat e mira, Zotin e lusë që të na pranoj agjërimet e ditëve të kaluara dhe të na japi forcë dhe fuqi për ditët e mbetura. Allahu na mundsoft që me këtë agjërim të këtij Ramazanit, të kësaj dite të dalim ndryshe, të ndryshuar për mirë, pozitivisht, drejt mirës, drejt kënaqësisë Zotit. Siç e kemi bërë tradit në këtë kohë, në këtë vakt pra syfyri, rrim së bashku për të parë pyetjet që mund të kenë vëllezërit ose motrat, po edhe diskutime të hapura, në mënyrë që përfitojmë të gjithë, inshallah ta'ala, me shpresën e të madhit Zot. Atëherë po fillojmë me mesazhet, po i lexojmë dal nga dal. Bismillah. Atëherë, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Atëherë, nëse e fal sabah dhe pret derisa të zbardhi dhe fal 2 rekate namaz. A quhet sikur ke bërë umre? Kush e fal sabahun me xhamat dhe rrin në vendin ku ka fal namazin, duke përmend Allahun dhe rrin deri në lindjen e diellit dhe mas lindjes së diellit për gjysmë ore fal 2 rekat namaz e me shpërblimin si të haxhit dhe të umrës. Nga Frankfurti, wa alaikum salam wa rahmatullah. E kam falë të ravin në syfyra, pranohet, nëse ka qenë para kohës imsakut, je okej. Nëse është pas kohës imsakut, nuk je okej. Selam aleikum nga Deçani, wa alaikum salam wa rahmatullah, nga Remçit Gjermani, wa alaikum salam wa rahmatullah. Selam thot nga Këlsyra, wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ne inshallah ta'ala sot nisemi për në Medinë dhe nesër mbroma nisemi për në Tiranë, të xhuman inshallah do të jemi në Tiranë. Nga Elbasani, wa alaikum salam wa rahmatullah. 10 ditëshin e fundit a arsim me kry haxhin, kush, çfarë, si, qysh, tek. Plotësoje pyetjen. O hoxh, për fitoret, sa frym i jepet në shtëpi? Për vitrat, këtë vit Shqipëria ka 4.000 lekë ose 4 euro. Selam nga Vlora, wa alaikum salam wa rahmatullah. Dori nga Massachusetts, USA, Boston. Allahu të shpërblet vëlla Zotit nderoft. Selam aleikum nga Sukthi, wa alaikum salam wa rahmatullah. A mund të falësh me fjalët që thirr hoxha në xhami? Po, kur thirr ezanin mund të fillosh falen. A e prishin gëlbazat agjërimin? Përderisa njeriu s'ka ku t'i hedhë, s'ka ku t'i çojë, nuk e prishin, përderisa nuk i bën qëllimisht çfarë bëj njeriu shkret. A quhet hatme nëse lexon Kur'anin shqip? Jo, hatme vetëm nëse lexon në origjinal. Leximi i Kur'anit shqip quhet lexim i Kur'anit në gjuhën shqipe. Selam nga Vlora, wa alaikum salam. Selam nga New Yorku, wa alaikum salam wa rahmatullah. Unë zakonisht në sejdën e fundit e vonoj pak sepse bëj lutja, ka problem? Nuk ka asnjë lloj problemi, Zoti shpërblet. Selam nga Qarrishta, wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Kam vrak gishin dhe rritjet e gjak shumë herë brenda ditës. A duhet ta përsëris abdesin? Jo, në mendimin më të saktë të dietarëve. A duhet kompensim Ramazani për ata që s'mundën me agjëru dhe ku duhet t'i japim lekët?
A duhet çdo ditë t'i japim apo edhe në fund? Alhamdulillah. Kompenzimi i Ramazanit për ata që nuk mundin me agjëru, mund t'i jepen në fund, mund t'i jepen në fillim, nuk ka problem. Nëse s'mujmë me fal teravin në inat, a kemi gjuna? Jo, nuk keni gjuna. Selam aleikum nga Konispoli. Aleikum selam wa rahmatullah. Janë fillestarë namazit duhet me boj kametin femrat. Njësoj si që bëjnë dhe meshkujt. Kur goksojmë në namaz, a prishet abdesi apo namazi? Jo, nuk prishet. Kur më vjen cikli mujor, nuk më vjen drejt, por një javë para më vjen pak, shumë pak, pastaj gjatë kështu. Kur të filloj normal, pra cikli, atëherë ndërpritet. Ndërsa me shenjat që vinë apo me shenjat që mbeten, nuk llogariten. Jemi në Mekë ku mund të takojmë. Ne tani nisemi për Medinë, Allahu i rujt. Kur dikush fut për çajin familje, çfarë duhet bëjmë ato persona? Me ju lënë Zotin, lejeni Zotin. A bëjnë një lutje nga Qaba, Zoti ju bekoft e ju mëshiroft. Vitrat a jepin tani në Ramazan apo në fund të Ramazanit? Në fund të Ramazanit. O asistent. Qëtëso. Selam nga Kina, nga Klina, aleikum selam, thashë se ishte në një Kinë. Nëse thojmë namazin vones, a duhet të bëjmë kaza namazit që i kemi lënë pa falur, të më thonë namazin që i kemi falur, kur e kemi ditur se në obligim. Jo, të ubja, pendimi i fshin. A mund të falen në sejdë me ruksit që thotë hoxha në xhami? Hoxh, po them, a mund të falen në sejdë me rukjet që thotë hoxha në xhami? Se rukjet e tjera nuk di. Vallai, se kuptova çfarë. Kam 2 motra në Greqi, falen, agjërojnë, a marrin shpërblimin njësoj sepse janë në dilemë se janë në atë vend me besim tjetër. Jo, inshallah, marrin shpërblimin dhe marrin shpërblimin mashallah. Janë mashallah. Zoti i shpërbleft. Allahu na bof gjithëve për atyre njerëzve që do të jemi në hijen e arshit të Zotit. Unë punoj në një familje greke dhe psonisë në supermarket për ta, Me gjithë ushqimeve duhet me blete mish deri, sepse ata e përdorin. A marr gjuna? Po, merr gjuna. Zoti ja blesh mish në deri. Dytit e kam pishur agjërimin për shkak të udhëtimit dhe smundjes. A mund t'i paguaj? Jo, duhet t'i plotësosh më mbrapa. S'paguhem. S'ka dal agjërimin në pazar që më e paguajt. A ka se bab leximi Kur'an kur dëgjojmë në shtëpi? Po, padyshim. Sot e kam gjetur një vezë në motorin makinës në një vend të nxjerr jashtë. Futin në ujë kënduar dhe uthull, pastaj digjeni. Selam nga Hamburgu. Aleikum selam. Gjast sejdë së parë, kur themi Subhana Rabbil Ala, e ngrem kokën dhe vazhdojmë me Allahu Akbar, a thuhet Rabbi Gfirli mes 2 sejdëve? Po. Thuhet Rabbi Gfirli mes 2 sejdëve. Më shumë se bab të rrit kur i fal me imam apo vetëm shtëpi për femrat. Ku ndjehen më mirë? Ergini kam të gjetur një vezë, ta dash përgjigjen më lart vëlla. Selam. Selam nga Tetova, aleikum selam wa rahmatullah. Kam gjetur një vezë. Erkin, ta kemi thonë përgjigjen më lart vëlla. A duhet ta ndërprejmë të ngrenet fiks në sefyr? Po. Direkt. Kur hyn koha duhet ndërprerë. Kur isha më re nuk e kam ditë që s'bën ta agjërojmë gjatë ciklit. Gjithë ato ditë duhet i përsërisësh. Septove. Selam nga Zvicra, aleikum selam. Kisha temperaturë dhe vesha çorapët të lagura me uthull, të kuriri vakti tjetër i thash mes akut namazi. Mes akut namazi, se kuptoj çdo thotë, e rëndësishme nëse i ke vesh të çarape duke pas abdes, okay. Selam nga Obiliqi, aleikum selam wa rahmatullah. Fali 5 vaktet, por se themi kametin. Asnjëherë, duhet ta thush sepse hyn gjuna, po nuk e the.
namazi është i sakt, por hyn gjuna. Po nuk e the hyn në gjuna. Cikli nuk e ka në rregull, ka pak vinë ka herë po më nalen. A ka drejt me agjëru? Sepse është çrregullim. Motrat që kanë çrregullim e mbajnë vetëm në ditët që kanë pas normalisht cikël, ndërsa në ditët tjera konsiderohen të pastra. Përveç se nëse çrregullimi i ka cilësitë e njëjta, atëherë edhe në kohën e çrregullimit nuk e mban e nuk falet. Një shpirt i vdekur, a i sheh familjarët e tij? Jo, nuk kanë lidhje me shpirtrat në këtë botë. Po ju shkojnë atyre informacioni kur vdes dikush. Kur vdes dikush nga jeta e kësaj bote dhe takohen ata që janë xhenet li, pyesin dhe interesohen se çfarë ka ndodhur me familjet e tyre. E qese, pa qese. A quhet hatmi a quhet hatme leximi i Kuranit me alfabetin shqip? Jo. Selam nga Prishtina, alaykum selam wa rahmatullah. Godolesh tot kur do na vish. Inshallah taala kur na jepet mundësia. Agjeroj dhe nuk falem se nuk mund t'i majnë me mirë fjalët. Falu me subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. E di thot që mishi i derrit është ndaluar se ka shumë mikrobe, po këto të tjerat e mbytura, e ngordura. Po normalisht e ngordura është e ngordura, e mbytura është mbytura, e rrëzuara e njëjta gjë. Sepse nuk ka dalë gjaku, duhet dalë gjaku. Kur falin shtëpi vet, a duhet pas çdo vakti ta thrasin ezanin? Jo pas, para. Dhe kur vi koha e farzit, thrasin ikametin. A në çdo vakt thuhet ikameti? Po sa herë falin farz thuhet ikameti. A është ezani i obligueshëm? Po, padyshim. Selam nga Gjermania, punoj natën dhe e kryej në orën 5:30 orarin punës. Tani jam me agjërim. A bën me bë dush dhe ti pastroj dhëmbët? Lejohet me bë dush dhe lejohet me pastroj dhëmbët. Patjetër në Ramazan. A bëhet ikameti vetëm në farze? Po. Ditën e parë të Ramazanit, pasi kam kryer ciklin në akşam kur mora abdes, pas disa shenja, s'ka problem fare, ato shenjat zoton asgjë gjë. A është obligim thirrja e ikametit për femra? Po, njësoj si burrat. Kur thuhet ikameti para farzit? Unë nuk di asnjë sure tjetër. Falu me bismillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. A këndohet Yasin për të vdekurit? Nuk ka argument. Kur është më miri me dhon vitrat në fund Ramazanit për gjithë anëtarët e familjes. Në çfarë orë falet namazi i natës? Mas yacie deri në sabah. Namaz vitrin vet duas kunutit, a mund të themi Allahumma Rabbana, nëse nuk e di duan e kunutit, s'ka problem mos e bëj. A lejo thuhet ikameti për vajzat? Po, duhet të them edhe për vajzat. Piva ujë 2 minuta me vonesë se mendova se ishte 23. Ka problem, s'ka problem. Kujdes herë tjetër. Po kur fal suneta, thirret ikameti? Jo. Thirret ezani, falen sunetet, thirret ikameti, falet farzi. Femrat a duhet ta thrasin ezanin? Jo, vetëm burrat. Si ta kuptojmë që adhurimet tona namazet po ashtu dhe duhet po na pranohen. Nëse rregullohet jeta jonë dhe përmirësohemi, do të thotë që janë pranuar. Nëse jemi siç kemi qenë, do të thotë se kanë bë dobi. A pranon leximi i Kuranit në shqip? Absolutisht që pranohet. Kurani duhet lexuar në gjuhën shqipe që ta kuptojmë çka ka thënë Zoti. A bëj gjuna që le familjen vetëm dhe shkoj të fal teravit? Jo, nuk bën gjuna. Nëse distancë me vepranin në vend ku punon kalon distancë konsiderohet udhëtim, atëherë të konsiderosh udhëtar dhe të lejohet lehtësimet e udhëtarit. Në rastin konkret, as lejon lehtësimet për shkak të udhëtimit për atyre dhe shkurtimin e namazit. Po, sakt. Shtatë vjet kur u martua vllau, e dytë nusja kish marrë zhidh me vete.
Dhe qysh atëherë nuk kemi ati. Atë zhivën futen në ujë të kënduar, të përzirë me uthull dhe me krip, pastaj digjeni. Ndihmoni çik asistentin, që mos kryejmë shurb. Para iftarit bëj dua shumë dhe mrjedhen lot. Mashallah, te barakallah. Te barakallah. Nëse ka kalu koha e ezanit, a bën më vonë me thirr? Po, duhet të thirr ezani edhe më vonë. Kur e gjem ezanin në jashtë, kur na vjen pas zëri nga xhamia, dhe unë falem shtëpi, a duhet mjaftohem në ikamet? Jo, themi ezanin dhe ikametin. Kam 5 vjet që fal 5 vaktet, por im shoq është i krishterë e nuk më dëgjon, s'kam zhbëj, nuk më ndalon alhamdulillah. Ai han mishdere, blen dhe gatuan veç, çfarë më sugjeroni? Duhet punosh me të, inshallah të pranon islamin. Kur dëgjon ezanin nga jashtë, kur vjen nga xhamit dhe vetë pa e falë shtëpia, mjaftohem, jo, duhet ta trasësh vetë ezanin prap. E nëse falim vetëm farzat, a jemi në rregull? Inshallah taala. Kur dëgjon ezanin nga okay, dëgjon ezanin nga jashtë. Selam rahmatullah. Kam të mbledhura para për jetim, djalin e vllajt që ka ndrujet. A unë jap zakat për ato para? Po. Kur dëgjon ezanin nga jashtë, tham. Së fyrin a muj me elan kur thirr ezani apo me kokë u shkruan vaktia, siç thot kalendari. Kur dëgjon ezanin nga jashtë dhe kur vjen nga xhamia, tham këtë. Kur dëgjon ezanin, jam me grip, a lejo ta agjëroj? Nëse mundesh, s'ka problem. Po gëlbazët nuk ka lidhje, nuk ka problem. A thuhet shkur duaja kunutit Allahumma gfirli? Kush nuk e din, nuk e thot, nuk ka problem. A mund të që një rekat të thonë më shumë sure, për shembull Nas, Felek, Kul huwallah, apo ajeti Kursi? Po, s'ka problem. Selam nga Librazhdi. I kam mësuar shkronjat arabisht për jush, për YouTube-s, ha. E tash lexoj me Kur'an, por nuk i di rregullat. Gjej një hoxh dhe lexon nëpërmjet një hoxhe. Selam nga Italia, alayhi salam. Është e detyrueshme me i fal për natë teravit, është sunet. Nuk është e detyrueshme, por është prej suneteve. Nëse telefoni e thrit ezanin, a mjafton? Jo. Telefoni mund të falë edhe namaz. Çfarë shpjegimi ka hadithi profetit sallallahu alajhi wasallam, shtyeni së fyrin. Domethënë deri në kohën që ka kalendari. Përshpejtoni iftarin, domethënë nga koha që ka kalendari. Nuk do thotë që më shty mas kohë, as nuk do thotë më fillu para kohë. Kur kemi vite që lutemi për çështje që nuk realizohet, si do të veprojmë? Vazhdojmë të lutemi prapë, se nuk dihet ku janë sekretet e Zotit, pse s'na shpërgjigj Allahu. A duhet me thënë Fatihan në namaz dhe kur është duke këndu imami? Po, duhet thënë edhe kur është duke këndu imami, sepse hadithi thot, mos lexoni mbas imamit përveç se el Fatihan, mos lexoni asgjë mbas imamit përveç se el Fatihas. Dhe këtë gjë pejgamberi sa më ka thonë namazin e sabahut, dhe kjo ka ndodhur disa vjet para vdekjes tij. A obligohet xhamati të thotë surën e Kuranit mbas imamit? Jo, vetëm el Fatihan. Selam, po amin dhe dhe. Qofse japim zakat el fitrit me lek borxh dhe pastaj i lajm, po a quhet? Po quhet, s'ka problem. Punoj kuzhinier dhe falem kuzhina, prish punë shumë mirë, Allah të shpërbleft, Zotit na roft. Selam nga Zvicra, aleikum selam ورحمة. Çfarë do të thënë ka fjala Islam? Islam nuk kupton në nështrim ndaj Zotit. Ti dorëzohesh Zotit duke e njësuar, ti bindesh duke adhuruar dhe të distancohesh nga idhujtaria dhe idhujtarët. A mundesh me prej kurban edhe pse nuk është halal kurban Bajram për sadaka? Po, mundesh. Kur do të vini në Shkup, kur të na heqin në ngratan. Se kam problem shëndetin e shpërblimin. Fale mult sepse kam problem me shëndetin. A kam shpërblim? Padyshim që po. Je okay, je shumë mirë. Je shumë mirë. Çfarë mendoni për kriptot? Lejohen halal? I kemi
do lek borxh, a jepen zekat për to? Nëse borxhi është i sigurt, po. Nëse është borxh jo i sigurt, pa në kuptimin personin ta ka shtyr disa herë, jo. Selam nga Slovenia, aleikum selam. A bën me prej kurban për njet me prej fëmijë? Jo. Nëse ti pret kurban dhe është përnda për sadaka, dhe kjo sadaka është që Allahu ta shpërblej duke të dhënë fëmijë, po. Po jo therë kurban për fëmijë. Kur fal namaz në shtëpi vetëm surën El-Fatiha pastaj thua Allahu Akbar, pranohet? Po, sepse leximi i surës mbas El-Fatihas është sunet. I fal 5 vaktet namaz dhe i fal shumicën e rasteve vetëm farzin. Allahu ta lehtësoftë që të falsh edhe sunetet inshallah. Zakati për monedha, sa është minimumi? 7.500 euro ose 7 milionë e gjys. Kujtja ka zonë viti 7 milionë e gjys e lartë, pjeston për 40, edhe nxjerr zakatin. A në quhet zakatul fitrin që ose bën me lek bordë dhe pastaj i lajmë ato lek, e tham përgjigjen më lartë. Po tham. A është e vërtetë se nëse pas 13 mangat natën mund verbohemi larg budallëve? Allahu i dar Zotin nderoft. A bën falem ullur sepse kam probleme me gjunjt, e tham përgjigjen më lartë. Po, bën. I ka merë i thirret me zë apo pa zë, me zët ullët. Për femrat, nëse ka shumë femra, sa të dëgjohet prej tyre. A mund të më shpjegosh hollësisht si është puna e sadakasa? Duhet t'i jap tollat për një vit që kam punu dhe vetëm sa i kam kursyer. Çdo vit njeriu bën bilancin. Çdo vit hënor, pra nëse viti ke dhënë me 20 prill, këtë vit me 10 prill, vitin tjetër me 1 prill, vitin tjetër me 20 mars, vitin tjetër me 10 mars, vitin tjetër me 1 mars e kështu me radhë. Çdo vit nga 10 ditë. Shif sa ke aty që ti ka zonë viti, pjesëtim për 40, i pat e zakatin. Nëse thrasim e zanë, mund të thrasim direkt i kametin, po, masi të bëjmë duan e zanit, mund të thrasim. Vajzën në 14 vjeç fal 5 vakte, zamda, por sunetet, ja, marrë gjyna unë i fare jo, nuk merë gjyna, inshallah borë se bëjmë që ata jo të filloj dhe me sunetet. Nëse bëjmë shifyrë në Kosovë për iftar, kur mbrim Gjermani, a e bëjmë me iftar të Kosovës apo të Gjermanisë? Të vendit ku je, të Gjermanisë. A është bidat për herë kurban kur nis dikush shtëpi të re, nëse e therë këtë kurban që të hajnë për këtij kurbani apo t'ua japin njerëzve se sadaka, s'ka problem. Hello from Florida. Hello. Ku është mirë me i dhënë fitrat, në xhamia apo tek të varfrit? Tek të varfrit, përveç se nëse xhamia u açon të varfërve. Selam nga Klosi, aleikum selam, rahmatullah. Me të 14, po, inshallah, pa tjetër. Selam nga Milano, po. Perëndim kur nuk zgjohet ezani është obligim. Pas çdo namazi me këndu i kametin, i kameti kënohet para farzit, ezani kënohet kur hyn koha. Babai nuk mund të agjeroj sepse është i smur nga zemra. Çka duhet me bë? Paguja një ju babës, inshallah taala, çdo ditë 4.000 lekë ose 4 euro. Mund t'i lejnë aty në xhamia dhe ne pastaj orientojmë. Pse duhet pim ujë kur jemi ulur në këmbë? Është mirë dhe është sevap më i madh me pi ulur ujin dhe në këmbë sepse kanë rrugë e vërtetësen që me pi ujin në këmbë. Po edhe shkencërisht është vërtetuar se kur pihet uji ul, domethënë nuk dëmton lëngjet e stomakut, ndërsa nëse njëri pin ujin në këmbë i dëmton lëngjet e stomakut. Edhe mëlçin, thot asistenti. Selam aleikum nga Berlin. Aleikum selam wa rahmatullah. A mund të ndryshoj për mirë pas ca kohësh një çështje që mund të jetë kundër teje për momentin? Padyshim, Zoti bën mrekulli. Kam një pitje, pra ka përshëndim pyetje, a prishet agjërimi nëse të vjen me vjell? Nëse vjell ti duke e provokuar, po.
Nëse të vjen me vjell dhe vjell pa e provokuar ti, jo. Nëse i shtim gishta, thot në goja, prishet. Qyqet me provokim. Në teravia duhet themi vetëm El Fatihan. Selam nga Hamburgu, aleikum selam. Kur agjërona mundet me pi çaj pa sheqer? Prit. Sa të ja bëjmë një blok. Iku çaj pa sheqer. Iku çaj pa sheqer. Iku duke bo kafen. Komentet, okay. Gjermania, aleikum selam wa rahmatullah. Aleikum selam wa rahmatullah. Ja bledhin bank të holla çdo muaj dhe zakatin e qes, por se jep një herë pa u rrit djali. A kam gjuna? Duhet me nxjerr zakatin, s'ka lidhje. Pra është dikush ka hap një akaunt për fëmin dhe mblidhen aty lekët. Duhet dhon zakati, absolutisht. Njerëzit që kanë ndruar jetë pa shahadet, a u shkojnë se vapet që bëjnë për ta, nëse kanë qenë musliman, po. Franca, aleikum selam. Mbas sunetit sabaut, falet direkt farzi, po. Vitin e duhet ta jap nëse familja fal namaz apo nuk ka problem. Pra rëndësishme të kenë agjëru. Për çdo agjërues i jepet sadakaja e fitrit, ose për fëmijët që nuk agjërojnë ose të vjetrit që nuk agjërojnë me arsye. Përveç se për qafirat nuk jepet. A lejohet me shku në kish vetëm me vizitu? Po, lejohet, nuk ka asnjë problem. Në Ramazan dhe jashtë Ramazanit. Nga Zyriu, nga Zvica, aleikum selam. Kam pasur, thot, një dhimbje të madhe në ëndër, sikur po m'dilte shpirti etj. Unë nuk komentoj ëndra. Allahu e soft. Dua të vendos mbulesën për bashkëshortin kategorisht është kundër. Thotë që ai më mirë i marr gjunahet unë, por mendoj se gjunahen çdo kush e merr vetëm për vete. Po, ashtu është. Selam nga Gjermania, aleikum selam. Allah më ka lumturuar me një djalë, kerbanete, më s'ka përshëtim kurbanet, lejohet të bëhen larg njëri tjetrin kohë? Po, lejohet. Aleikum selam nga Ferizaj, nga Luksemburgu, aleikum selam rahmatullah. A lejohet agjërimi kur je xhunub? Po. Amin nga Prizreni dhe ty vlla Sicilia, a duhet të thirret zanin nga femrat? Femrat nuk thrasin në zan, vetëm burrat. Amin gjithë dhe bashkë. A mund të duaja të ndryshojë caktimin e Zotit? Po. Po dhe kjo dua është për caktimin e Zotit. A prish agjërimin me shku tek dentisti? Jo, nuk prishet. A prishet agjërimi me parfuma në dhomë që janë me tym? Po, nëse i ndezim qëllimisht. Aleikum selam nga Milano, ndërruar është po nisja namazin, por kam pak më dyshe pasi nuk mund të jem çdo ditë në kusën dhe pasi ndihma është shumë ftohtë. Mund të marrësh mes. A mund të më dhënë zakatin? A mund të më dhënë zakatin? A kompensoj unë se nuk mund të agjëroj këtë vit? Po zakatin duhet me dhon, sadakan e fitrit duhet me dhon edhe kompensimin e Ramazanit duhet me bëj. Janë 3 gjërat veç e veç. A lejohet me këndu një sure kur falim sunetin pastaj farzin? Me kënu, po. Selam nga Gjermania, aleikum selam. Belgjika, aleikum selam. Sa herë futëm kishëm kapankthi, mos u fut më. Për të sa të kapankthi, mos u fut.
Selam nga Italia, selam nga Lugana, aleikum selam. A është obligim me thirr anon për çdo kohë të namazit? Po. Selam nga Glavotina Pushtri, aleikum selam. Amin, me gjithë bashkë. Nga Luksemburgu, aleikum selam, rahmatullah. Si merret mesti? Fërkon mbi këmbë kaq, mbi trinat e këmbëve lart, nga gishtat deri tek rreza e këmbës. Aplikacionin patjetër. Aplikacioni. Ua çova aplikacionin. Selam nga Shkupi, aleikum selam, rahmatullah. A vjen ndonjëherë në Pergja, inshallah. A prishet agjërimi se kuptojmë një test? Nuk prishet, po ke bërë diçka haram të ndaluar. Një person është prekur nga magjia, a prishet magjia kur vdes magjistarja? Ndoshta. Nga Studeçani, aleikum selam, rahmatullah. A mund të lexohet Kurani edhe jashtë shtëpie ose në udhtim? Ose kur e natyrë patjetër që po. Sa është ora këtu tani? Hajde, ka njëri sa është ora thotë. 2 orë para. 2 orë para. Edhe asistenti është i lehtë, nuk e shef dot sa është ora. Ik faqja. Kollaj. Borim ka falë namaz disa kohë me telefon, për e ka të vështirë. Avash, nuk ka asnjë problemi. Merr aplikacionin që postovon pak më lart. Pas imsakut sa minuta ka kohë me pi ujë? 0. Stresit 0 minuta ka. Kemi ble urme, po më vonë kemi pas e vin nga Izraeli. Çfarë do të bëjmë? Çfarë ka kalu? Vetëm një herë kalohet mesi apo 3 herë? Vetëm një herë. Kur ndëton shtëpi të reja, duhet me fut në themele dukat dhe me prerë në një kurban viç apo diçka me fut në themel? Jo. Të gjitha këto janë paganizma. Ora këtu këne është 7:01 minutë. Kena motrën burrin Kosovë. Ka 3 dimi, ka vdek burri, ka met e re, po ka met me një djalë 18 vjeç. Jetojnë në një mal shumë të lartë, 2 djemi ka të martuar. Shikoku jetën. Shikojnë ndoshta jetën e tyre, se ndihmojnë hiç. A i takojnë me dhon vitrat? Fëmijët jo, mund t'ja jepni ju. A pranon ta gjemi se nuk falim namaz, a kemi dhënë përgjigjen për këtë pyetje 3.248.000 herë. A pranon të ikën brenda kur kapi qindja rrugës, pas ndodh shpesh kur kthehem nga puna dhe e bëj dikën përpara se shkoj në shtëpi të fal namazin. Dhikri bëhet mbas namazit të ikindis. A është ajetul kursia dua për të spit? Jo, është ajet që thuhet mbas të spive. Selam nga Milano. Okej, me sa duket takimit po i vjen fundi, sepse duhet të lejmë dhe juve kohë që të falni sabahun. Ora atje kjo tani është... Sa është ora atje? 5:03 minuta. Amin edhe juve gjithashtu, Zoti ju nderoft. Elhamdulillah, aleikum selam wa rahmatullah. Selam nga Bergamo, aleikum selam wa rahmatullah. Amin të gjithëve bashkë. Për ne po them, a i takojnë me adhon?
Nëse është e varfër, po. Nërsa fëmijët, jo, se fëmija ka për detyrë me majt nonën dhe babën. A zihen me e dhonë fëmijëve të vllajt që kanë met jetim vitrat, nëse janë të varfër, po. Pas sadakaja e fitrit që të quhet, ka dy kushte, të jepet të varfërve dhe të jenë musliman, sadakaja e fitrit. A pysh ragjimin se vinë nga oksina nga ushqimi? Jo. Minë gjithë dhe bashkë. A leot përcjell të recimin tim i Kuranit i imamit me aplikacion në namazet fars? Jo. Merr një letër nga ato letra që ka xhamia për namaz dhe përsëritem ato se shkruaj vetë, printoje dhe lexoje vetë. A është patjetër me i botë spit pas namazit? Jo, patjetër, është synet. Është synet i fortë. Selam nga Antwerpeni. Aleikum selam wa rahmatullah. Sa minuta mbas sabat mund ta falim? Sa minuta mbas iftarit mund ta falim sabahun? Sa minuta mbas syfyrit ka dash me thonë, jo mbas iftarit. 20 minuta e lartë. Nëse nuk e di të spidovën, çka me bë për t'i ngretë të zbit? Asgjë, bismillah, ngrihen vetë, ata s'ka nevojë me ngriti. Jam në Zvicër, thot kur mund ta fal sabahun, futu në aplikacion. Amin dhe ju me Zotin. Mirë, atëherë mjaftohemi inshallah që t'ju lejmë kohë dhe juve për të fal farzin. Allahu ju rujt, Zoti ju nderoft, nga Mekja e bekume, unë ju përshëndes gjithë. Jam për rrugë sot për një operacion, të një shokun tim, për një operacion të armëtes dhe sa do të ri. E rëndësishme, se derisa i ati ke lehtësime të udhëtarit. Namazin duhet ta shkurtos, po të lejohet dhe bashkimi, ndërsa pra gjërimin shif veten tënde. Nëse mendon se e bën, bëje. Nëse mendon se nuk e bën, mos e bëj. A mundesh me bëu dua për motrën ka një moment dobësie? Zoti e forcoft, Allahu e rujt. Thuj motrës të fali namaz natë. Mirë pra, Allahu ju rujt. Selam aleikum.